Tepër. Se emocional ka unë pakës. Tepër bukur po dukesh. Tepër nas. Po. Po, që po dalim. Po. Ja, që qështu ma detë. Po, ma smirti. Lirisht, po. Hajde, shtu nga jasë. Josa, i gati? Duket. Të dashur të pranishëm, një përshëndetje speciale për Meshën Kogmanova, respekt për juve, pashtu edhe për Nërtas. Ka Gjakovës. Polin Gjakovës. Ndodhemi sot në këtë salë për të dëshmuar një moment, sa të rëndësishëm aq edhe të gëzueshëm, bashkimin e vendrit Florenta Prashi dhe nusës Josa Zenuni Notes. Ky moment shënon fillimin dhe rrugtimin tuaj si bashkë të lidhur nga dashuria dhe nga përkushtimi për të ndarë jetën me njëri tjetrin. Për të vazhduar, duhet t'i konfirmojmë identitetin e vendrit dhe të nusës. I nderuari Florenta Prashi, i lindur me të parin 1989 nga babai Gjerara Prashi dhe nëna Fakete Abrashi. A është i sakt identiteti juaj? Pikërisht, sakt. Dhe ju e nderuara Josa Zenuni e lindur me 28/4/1991 nga babai Dilabert Zenuni dhe nëna Gjevahire Zenuni. A është i sakt identiteti juaj? Sakt. Tani nderuar Florenta Prashi, a jeni në këtë martesë me vullnet të plot dhe pa hezitim? Ako fa hezitimin. Ka mundësini të rëzëkitje. Dhe ju e nderuara Josa Zenuni, a jeni në këtë martesë me vullnet të plot dhe pa hezitim? Me vullnetin dhe dëshirën ma të madhe. Të nderuar dëshmitarë, a njefni qiftin pas shotor dhe a paraqet ndaj pengesë ligjore për lidhjet martesës, nuk janë lidhjet farefisë të gjokut? Jo. Okej. Ndërsa jemi mbledhur sot këtu, le të kujtojmë rëndësinë e martesës në shoqërinë tonë. Sipas ligjeve të Republikës Kosovës, martesa është një partneritet i barabartë mes bashkëshortëve. Të dy kanë të drejta dhe përgjegjësitë barabarta në lidhje me pasuritë dhe pronën e krijuar gjatë martesës. Martesa është një lidhje ndërtuar mbi besnikërinë, respektin dhe përkrahjen e ndërsjellë. Në pajtim me dhëndrin më mbjanin e vetë, Po. Nusja e ruan mbjamnin e vetë dhe e shton mbjamnin e burrit Abrashi. Atëherë në përmbushje të gjitha kërkesave ligjore dhe në praninë të këtyre dëshmitarëve të nderuar, shpolli se në këtë momente Florenta Prashi dhe Josa Zenuni janë tani të martuar ligjërisht pas nënshkrimit të aktit të martesës. Tash pason nënshkrimi i aktit, ku çifti duhet të nënshkruajë. Po, nusja. Të në mejtë. Për gjos. Okej. Mirë. Qëtu? Florenta e gati. Super gati. Okej. Faleminderit. Me djatën. Po. Ja, qëtu nartë, Qështu? Po, dug. Hajde dug. Po, qështu? Një e ki ndorë tjetërën. Hajde, ashtë.
Shumë faleminderit. Pas në shkrimit të aktit martesës, prej këtij momenti ju shpollim burr dhe grua. Urime do Zoti që kërishin tek gjitha fëmijëve që tash i vofshin. Urime dhe ikë familjarëve, inshallah kanë shëndet dhe gjitha të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. A më nësh më mama e s'ka? Super, s'ka, na i ndrojnë tash misionata, kështu. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, shumë Faleminderit shumë faleminderit. Vërushkat. Le t'i dojnë tavolinë. Shumë faleminderit shpirta, faleminderit për qafën e. O, Rushe, faleminderit. Shumë faleminderit. Shpirt, shumë faleminderit. Faleminderit. Si kena lodh, apo jo? Uli. Që është lodhja, apo? Majka, fëtja. Është lodhja, shpirt. Jafën të duhet, atlon të majtën, se di, majtën do këtë duhet me vendosë. Pra në dhe njerë, a ho kërë mo? Definitivisht pa me. Dua, shumë. Buke, haj. Hajde hecëm të nejtë po. Po, që veç pak? Të duan anosh. Faleminderit shumë. Oh, I do, yes. Yes, I do.